Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh. Një gjykatëse federale ka rrëzuar pezullimin e vendosur nga administrata amerikane për shqyrtimin e vizave për migrantët nga 75 vende, përfshirë edhe ata nga Kosova. Sipas gjykatës së qarkut jugor të New Yorkut, vendimi i administratës amerikane vlerësohet i kundërligjshëm dhe gjykatësia Jonathan Vargas tha se sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka tejkaluar autoritetin e tij kur e mori vendimin. Vendimi që hyri në fuqi në janar të këtij viti pezullonte shqyrtimin e aplikimeve të vizave për migrantë nga shtetasit e 75 vendeve, përfshirë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë e Hercegovinën. Aleanca zhvilloi një aksion simbolik kundër qeverisjes Albin Kurti, duke lidhur situatën energjetike me atë politike në vend. Pas hedhjes thëngjillit para qeverisë, deputeti i Aleancës Burim Ramadani premtoi aktivitete të tilla ditëve në vijim. Aleanca zgjodhi të zbrazë disa thas me thëngjill para objektit të qeverisë, me qëllim që nëpërmjet kësaj simbolike t'ia bëjë me dije kryeministrit në detyrë se nuk po e qeveris sipas nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Sipas deputetit Burim Ramadani, Kurti e ka sjellë vendin në zgrip ekzistencial. Dëshirojmë që ta dërgojmë mesazhin se me Kurtin edhe me vetëvendosin gjatë këtyre 6-7 vjetëve të fundit, Kosova nga një terr energjetik që e kanë marrë, po ka lënë në terr politik. Ajo që e kemi tepër qartë është se mesazhi edhe simbolika e thëngjillit e çmyrit të Kosovës është se Kosova edhe ma tutje po flen mbi çmyr, po rryma nuk prodhohet këtu dhe dini që edhe një prej pikave kryesore të ofertës 6 pikëshe të Aleancës lidhet me termocentralën e ri të Kosovës që duhet bëhet dhe është e qartë që gjatë këtyre vjetëve rreth 1 milion euro janë ble rrymë në Serbi e vende tjera, e për kësaj ka përfitu askush tjetër përpas mafjas energjetike. Në kohët e fundit, po shohim që punëtorët cilët e humbin jetën bashkë duke nxjerrë këtë çmyr për popullin e Kosovës dhe nuk ka përgjegjësi as politike as menaxheriale. Aksioni vjen në një kohë kur çështja e energjisë dhe qymyrit është rikthyer në debat politik, teksa Kosova së fundmi nënshkroi marrëveshje për shitjen e qymyrit me Maqedoninë e Veriut. Ndryshe, Burim Ramadani i Aleancës paralajmëroi se në ditët në vijim do të ngarendin edhe me aktivitete të tjera kundër qeverisjes aktuale. Partitë opozitare prej disa ditësh po mbajnë konferenca për media në fokus të cilave janë zhvillimet politike dhe blokada institucionale në vend. Ato thonë se kanë për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për ngërçin politik. Deputeti PDK-s Arjan Tahiri thot se këto konferenca janë alarm për qytetarët për situatën politike në vend. Ideja konferencave është me tematizu dhe alarmu situatën në cilën realisht jemi. Po e shohim që vendi është duke rrshit në pushtet autoritar. Në momentin kur nuk respektohet kushtetuta, përkatësisht një kryeministër normal në vend demokratik me vetdije të plotë shkel kushtetutën e Republikës së Kosovës. Minimum është shkajmë të bona, këndëzërej që duhet me bëtë gjithë bashkarisht. Sipas Tahirit, konferencat për media kanë për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe demokratik në vend. E krejt shkajmë të bo është për me alarmu, tematizu dhe me e sensibilizu gjithë qytetarët të Kosovës në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje kushtetutës, në situatën në cilën jemi duke kalu aktualisht. Pikpamjet e ngjashme për konferencat për media ka dhe deputeti i Aleancës Burim Ramadani. Është jashtëzakonisht e rëndësishme në pikpamjen tonë që të ngrisim alarmin, nxitim vetbesimin publik për situatën jo kushtetuese në cilën gjendet Kosova dhe të njëjtën kohë që të vendosim presionin publik dhe adresimin tek përgjegjësit e bllokimit të situatës Kosovë. Pra besojmë që ne po ngrisim alarmin për situatën jo kushtetuese që ka Kosova, e cila situatë do duhet që të kalonte në kanale demokratike dhe institucionale. Ramadani thot se Aleanca po e kombinon veprimin politik me paraqitjen mediale dhe komunikimin e drejt për drejt me qytetarët në terren. Ne si Aleancë jemi aktiv dhe po e kombinojmë strategjinë tonë të veprimit politik edhe përmes paraqitjeve mediale, konferencave në veçanti edhe paraqitjeve të vazhdueshme mediale, për të njëjtën kohë
edhe në komunikimin në teren anë kënd Kosovës me degë struktura tona, për po ashtu edhe me qytetarë që kanë interesim për jetën politike e publike në Kosovë. Për njohësin e çështjeve politike Arnor Sadikun, mbajtja e konferencave për media është në rregull, por ato duhet të kenë një mesazh dhe qëllim të qartë nëse duan të prodhojnë efekt, qoftë në interes të qytetarëve apo në funksion të kauzave të partive politike. Po ideja është që këto konferenca janë bërë kryesisht që me mundu me informu opinionin, që mendoj që në rregull është Partia Demokratike që mund konferenca dhe gjitha partit tjera për faktin që le të themi është një komunikim edhe me mediat dhe me gazetarë, po ti del në konferencë kur kish me thonë, jo veç me dalë her pas here pa ndonjë mesazh, pa ndonjë qëllim dhe pa ndonjë efekt. Se në fund ditës për çka bëhet një aksion politik bëhet domon kur ti arrin qëllimin dhe efektin, qoftë dobi qytetarëve si parti opozitare, po dobi të kauzave që ti ngrit si parti opozitës. Dhe këto mendoj që ata kanë çaluar. Sadiku ka qëndrim kritik për refuzimin e dialogut të një pjesë të opozitës për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Ky aksion është i pa koordinuar mirë, nuk ka ndonjë mesazh dhe si tillë është i pa efektshëm, i pa dëmshëm për kurtin, asgjë si bën. Po të kishte bën ndonjë protestë themi ose po të shkonte në dialog ta zonë PDK-ja që do të shkonte në dialog dhe ta troket të tavolinës se këto janë qëndrimet tona dhe ne jemi të hapur për të dalë nga kriza, po jo për ta bllokuar vendin, do të kishte ndeshëm. Po momentin që ti je refuzues ndaj dialogut dhe del disa protesta pa mesazh, domon kryesisht janë mesazhe dobta dhe pa ndonjë performancë. Ka vdekur zyrtari policor Altin Kryeziu, i cili u aksidentua javën e kaluar në Malishev, derisa ishte duke kryer detyrën zyrtare. Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar drejtori i klinikës intensive në QKUK. Aksidenti ka ndodhur mbrëmjen e 16 gushtit, ku përveç zyrtarit policor të lënduar kanë qenë edhe 4 persona të tjerë. Në aksident ishin të përfshira 4 automjete. Në shenjë respekti për zyrtarin policor Altin Kryeziu, i cili ka ndrruar jetë pas lëndimeve të pësuara në një aksident komunikacioni gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, Rinia Demokratike e Kosovës njoftuan anulimin e aksionit simbolik që ishte planifikuar të mbajë sot në orën 17 para hyrjes së qeverisë Kosovës. Po ashtu u bëi ditur se Kryeziu para se t'i bashkojë policisë Kosovës ishte aktivist i kësaj organizate. Dhjetra qytetar protestuan sot në fshatin Zogaj të Vushtrisë kundër lëvizjes për rikthim dhe ndërtimit të një kishe në këtë fshat. Gurthemelin i kishës që u vu disa ditë më parë siç merret vesh, tashmë është larguar e që ende nuk dihet se nga kush, por kjo nuk i ndali qytetarët që të mblidhen për një protestë paqësore. Njëri nga protestuesit, Hakif Sinani nga Vushtria, shprehu pakënaqësinë, duke thënë se bëhet fjalë për njerëz që sipas tij po mundohen të përçajnë shqiptarët mes vete. Na këto që na mbledh me shprehje pakënaqësinë tonë, se po na bëhet pa drejt, se na orë me kontinua kërkon. S'kemi kundra as vetë katolik, as muslimanë vëllezën jem. Bashkë kem luftuar, bashkë të na kem bo, vllazëjem, s'kan ku na çojnë, as kem ku çojnë. Po e na orë kundra që në farë bondave se po mënuan më na përqo me zvete që financohen ka okupatori sërbërës që ka që kom. Nasë jem atë kundra katolikve se s'muj me konë se vlazi jem, po jem kundra qyne fazave që po mënuan më na përqo. Këtu veç përqorje është të bo me mësimin e vëqicit të drejtësit të biret në mushën, po më se lejone. Hisë, jo bëjt thire dhe katolik, vësë janë katolik, mos të lejon me hitë të fortë në mesin e tyre në mesin tonë. Hisë, asë në muslimon s'bo me lejua hisë. Asë bon me lejua ka kanë nga ta me ngre gure në përfusha në për jo. Jo, se e pa drejtë është, e pa nevojshmë është. E më na përqosën në liri i tonë, po më do këtë gjithka shumë rëmë. Një nga organizatorët e protestës tha se janë të papranueshme përpjekjet për të përdorur fenë si instrument politik përmes projekteve, që sipas tij perceptohet si kisha katolike.
Shqiptarët në sheku e kanë dëshmuar se mund të jenë shembull i tolerancës së bashkëjetesës ndërfetare. Musliman, katolik e ortodoks shqiptarë kanë jetuar krah për krah. Kanë luftuar, kanë sakrifikuar së bashku dhe kanë ulur identitetin kombëtar përtej dallimeve fetare. Por kjo është pasuria jonë dhe ajo që ne duhet ta mbrojmë. Prandaj çdo thirrje për vllavrasje, çdo gjuhë urrëtie, çdo përpjekje për ta kthyer shqiptarin kundër shqiptarit dhe çdo etiketim i tjetrit për shkak të besimit të tij duhet të dënohet pa kujt. Ai që nxit vllahun të ngrihet kundër vllahut, nuk po e mbron fenë, por po e shkatërron atë. Ai që mbjell urrëtin ndërmjet shqiptarëve nuk po i shërben kombit, por po i shërben përçarjes. Po ashtu pa pranueshme janë edhe përpjekjet për ta përdorur fenë si instrument politik, përmes projekteve që krijojnë tensione të panevojshme ose perceptohen si kisha katolike. Pas fjalimeve, protesta është përmbyllur e qetë, teksa aty u pan forca të shtuara të policisë Kosovës dhe të KFOR-it. Ditë më parë, një numër qytetarësh kanë marrë pjesë në vënien e gurthemelit të kishës katolike Shënflori dhe Lauri në fshatin Zogaj të Vushtrisë. Ceremonia organizua në kujdesin e IPeshkisë së Kosovës, sipas së cilës vënia e këtij gurthemeli shënon një moment të rëndësishëm për komunitetin katolik të kësaj zone. Pak më vonë, Dioqeza Prizren Prishtinë ka reaguar duke e cilësuar si jo kushtetues, jo ligjor dhe të pajustifikuar vendimin e policisë së Kosovës për mos lejuar ceremoninë e parapartë të martën më 18 gusht për bekimin e gurthemelit të kishës së re në Zogaj të Vushtrisë. Për të shmangur tensionet, IPeshkivi Imzot Dot Gjergji, i shoqëruar nga disa mëshimtar dhe besimtar, e ka bërë bekimin e gurthemelit të hënën në vigjilje të festës së Shënflorit dhe Laurit. Gjashtë inkansan dhe një menaxher janë larguar nga puna në ndërmarrjen publike Prishtina Parking në ndyshimin për keq përdorim. Pas këtyre largimeve, një punëtor i ndërmarrjes ka ngritur pretendime për kërcënime dhe presion psikologjik nga një ish koleg, ndërsa të akuzuarit i kanë mohuar pretendimet. 6 punëtori kasant dhe një menaxher janë larguar nga puna në ndërmarrjen publike Prishtina Parking pas dyshimeve për keqpërdorime, por vendimi për largimet nga puna është shoqëruar me akuza të reja. Punëtori Prishtina Parkingut, Festim Beqiri, pretendon se pas këtyre zhvillimeve është përballur me kërcënime dhe trysni nga ish kolegu i tij, Dardan Krasniqi. Tjetri menaxher që quhet me emrin Fatlim Brahimi e nxit ish kolegën tim, Dardan Krasniqi, i cili ka punuar njëjtën pikë me mua. Njëtën pika punu me Dardan Krasniqi, e nëzi duke i thonë, kënë se unë Festim Beqiri, i kum dërgu email privat drejtorit operativ me Laura, Artën Mulla Ramës, përveç që i kum dërgu email privat Artën Mulla Ramës, i kum dërgu emaila privat edhe ndërmarrës, Prishtina Parking, duke i thonë, kënë se Dardan Krasniqi i ka vjetë parët e avansit. Sipas Beqirit, situata është përshkallëzuar gjatë orarit punës, kur ish kolegu i tij kishte hyrë në kabinën ku ai po punonte dhe siç pretendon, i kishte bërë trysni psikologjike. Ai thotë se përballë situatës ishte detyruar t'i betojë Krasniqit se nuk ishte lidhje me çështjen për cilën po akuzohej. Orë Dardan Krasniqi më ka hi në orar punës mbrenda në kabinë. Më ka hi, i s'ka njeri tristum. Unë e kuptoj ato, se dhe ka familje dhe ka fëmijën. E kuptoj se edhe është i rrisë, unë e di çka është me u vend e punës, e di çka është me beti pa punë. Po unë nuk kam faj pse ata kanë bërë keqpërdorime. Kanë bërë keqpërdorime, ja popshin çukën e orët. Ata let përgjigjen, le thoj llogari. Po jo më shku me nxit njerën, me thonë kënë se one kum çu email drejtorit operativ Artën Mulla Ramës, i kum çu edhe email bordit ndërmarrës këse ai ka vjet parë të avansit. Qa që më ka him njërë, frustume, qa që kishë lujt njeri, që ju kum betu, i kum bo bejnë në fëmi, që nuk kom gesë në këtë punë, as hak, as hile, ku me presionin pse qik, që ma ka bo Dardan Krasniqi, më ka detyru me morë bukën, me qinë tokë, dhe me shkel bukën me komën tem, që one nuk kom gesë këtë punë, as gesë, as hak, as hile. Por këto pretendime janë mohuar nga menaxheri Prishtina Parkingut Fatlim Brahimi, i cili hedh poshtë akuzat e Beqirit duke thënë se ato nuk qëndrojnë dhe sipas tij nuk bëhet fjalë për ndonjë konflikt personal. Për çfarë arsye kam ngritur në deponin kundër Festimit? Për çfarë arsye? Po nuk është e vërtetë, unë nuk qenë në punën e punës, as nuk është kjo punë, atë detyrë jam. Ai që si më konë në zyro sharu edhe me drejtorin tonë, që këtë punë nuk e këna bona. Brahimi përsëriti se pretendimet e ngritura ndaj tij nuk janë të vërteta, duke shtuar se kjo nuk është hera e parë që sipas tij përballet me situata të tilla.
Jo, nuk është e vërtetë edhe kjo. S'kam nevojë në mjak, se nuk as familjar, as kot se s'kam kur gjau. S'kam atë sanë personale me zotit të stet. Pretendimet e Beqirit i ka mohuar dhe Dardan Krasniqi, tashmë ish punëtor i Prishtina Parkingut. Krasniqi tha se nuk qëndrojnë pretendimet për kërcënime dhe se nuk merret me situatat të tilla. Unë nuk di qa mi bua di si kolega, vedet, se ma unë për shembull atë kam punu 7 vjet, vedet qa pik. Edhe dhe janë të mindrejsh dokumenta në tyre dhe i pëj për e me, as nuk kanë thani ku me lan kjerë. A i shku i kishton ati kolegët për shantazhan ato, e zdi qa i kishton e peshten ato, po ku e shtijën e blenir ato më morë në asistenën, gjallë linde rritë Prishtinë, jëmë në të njërë me eksistena, po kuptën. Për të verifikuar nëse rasti është raportuar zyrtarisht dhe nëse po trajtohet nga organet kompetente, Kosova Presi është drejtuar Policisë Kosovës, por nuk ka marrë akoma asnjë përgjigje. Me një informacion për motin do ta përmbyllim këtë edicion lajmesh. Temperaturat të larta me mot kryesisht të qëndrueshëm dhe me intervale të gjata me diell parashihet ta përcjellin edhe javën e fundit të muajit gusht. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura do të jenë mbi vlerat mesatare për këtë periudhë të vitit, sidomos gjatë ditës, kur në disa zona temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 36 gradë Celsius. Në pjesën e dytë të javës pritet edhe një rritje lehtë e temperaturave, ndërsa vranësirat lokale veçanërisht në zonat malore mund të kushtëzojnë rreshje të izoluara. Të hënën pritet të jetë mot me diell dhe vranësirat pakta. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 12 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 29 deri në 34 gradë Celsius. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.